Presidenti i gjimnastikës së përgjithshme në Federatën Ndërkombëtare të Gjimnastikës, Rogerio Valerio, ndollet për një vizitë pune në Shqipëri. I shoqëruar nga presidenti i Federatës Shqiptare të Gjimnastikës Shkodrani Leonard Lulaj, ai fillimisht zhvilloi një takim me presidentin e Koksh Fide Lylli e më pas destinacion ka qenë Shkodra, që për vitesh mban peshën kryesore të gjimnastikës shqiptare. Ai pa nga afër palestrën e gjimnastikës në shkollën Edith Durham, ku vijojnë proceset stërvitore të ekipeve të vllaznisë në drejtimin e trajnerëve, Kashi, Salja, Rama dhe stafet e tjera, shoqëruar me vlerësime maksimale jo vetëm për masivitetin, por edhe nivelin e interpretimit që gjimnastët shkodran kanë për grup moshat nga më të vegjëlit 4 deri në 5 vjeçare deri tek të rriturat. Sot na ndërron me pjesëmarrjen e tij presidenti i Federatës Botërore të Gjimnastikës përgjithë. Gjimnastika përgjithë, as gjimnastika nga fillohet gjithçka lëvizore për gjimnastikën, të cilat shërbejnë pastaj për me kalu në disiplinat e tjera. Është një sport që ato marrë një përmasa e zhvillim në gjithë botën. Mendoj që edhe ne jemi në hapin e duhur, në momentin e duhur. Ne e demonstruam këtë edhe me gjimnastatën që pahat me 2 javë përpara në Shkodër, kur ishin 800 fëmijë që ju i pa që të gjithë ishin të interesuar, kishin bërë një performancë jashtëzakonshme. Dhe është rasti më i mirë që presidenti erdhi në momentin e duhur ku Shkodra qyteti evropian i sportit për vitin 2025. Presidenti e kena bërë një vizitë në Tiranë, kjo është vizita aty në Shkodër, dhe kam jetë jashtëzakonisht i kënaqur me performancët që jemi të bërë ne si federat. Na ka siguruar mbështetjen e tij në vazhdim për të gjitha aktivitetet që do bëjmë ne, edhe me kualifikimin e trajnerëve për eventet e ardhshme. Dhuratat simbolike të dorëzuara nga kryetrajneri Izmir Kashi dhe stafi i tij shkuan si shenjë vlerësimi për presidentin ndërkombëtar Valerio, që nga ana e tij, krahas vlerësimit për ekipin e gjimnastikës vllaznia, nuk nguroi të premtojë mbështetje për talentet shkodrane në të ardhmen.